Ju përshëndes dhe ju uroj mirëmbrëma të gjithëve nderuar teleshikues, si çdo të hënë në mbrëmje jemi së bashku në sport në fushën e Blu Televizion. Java që lan pas ka patur aktivitete të shumta, do të flasim padyshim për flamurtarin, do të prekim pak edhe Orikumin që vijon rrugtimin në kategorinë e dytë, më falni, ndoshta kategorinë e parë sepse shpresojnë gjithë sa më shpejt për sezonin tjetër. Do të flasim edhe pak për kombëtaren shqiptare. Unë kam kënaqësinë që të kem ftuar në studio sot Zotin Fation Malaj, specialist futbolli, trajner i ekipit të moshave. Fation, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kënaqësi. Kënaqësi që sot na është bashkuar në studio edhe Blerim Jaj, gazetari i Supersportit, një miku jon, një vlonjat i thekur do të thosha. Mirëmbrëma Blerim. Mirëmbrëma të gjithëve. Atëherë, unë do ta ndal, do lidhem direkt për sa i përket flamurtarit. Me që Blerim ne kemi pak larg në Tiranë, Fation, po ja lëm fjalën e parë Blerimit. Blerim, si do ta quanim? Një barazim që i vlen, një pikë art flamurtarit, apo do të blende më shumë fitoria? Po, shiko, në një situatë tjetër do ishte Florisi, thua kjo pikë, sepse fundit nga përballë ishte një Dinamo që është skuadrë shkëlqyer, do të thonë është top 3 në Shqipëri. Në situatën që jemi ne realisht nuk po di më t'i gëzohemi as barazimeve, dhe një shikoj situatën goxha të ndërlikuar, domethënë po kalojmë barazim humbje, janë ca ndeshje që duhet kishim bërë diçka, po shumë më tepër, duke nisur nga ndeshja me Tiranën. Në situatën që jemi në barazim me Dinamo në transfert, është gjithmonë shumë mirë, por problemi është që ne nuk kemi më fush, nuk kemi më stadium, siç ka qenë njëri në kohë, domethënë që okay, luanim në shtëpi dhe të paktën aty dinim t'i kompensonim në ato mangësit, merrni pikë që na duhen. Pikërisht, dhe tani e shikoj që kemi shumë vështirë sepse vinë kundërshtarët shumë lehtë në Vlorë. Janë shumë komod në të gjitha drejtimet edhe na marrin pikë kollaj. Kujtoj dhe Egnat janë së fundi për shembull, apo ndeshje të tjera. Kështu që nuk e di, të lë një shije edhe të mira i barazimit me Dinamo për mënyrën si humor, sepse u dukën dy skuadra gati njëjti nivel, po të lë dhe një shije të hidhur sepse thua me vete ku është këtë diferenca dhe si ka mundësi që janë këta të fundit, para fundit në renditje, të flamurtarit. Ndaj nuk di çfarë emri t'i vësh. Të kalosh nga ndeshje mediokre për shembull si me Vorën, barazimi para pak javësh në Vorë. 0-0, po, e vërtet. Një 0-0 që realisht ishte i shëmtuar, që shumë i shëmtuar, dhe tregon qartë që flamurtari është goxha si thua, i ndryllur, i trembur. Ishte një ndeshje që po luanin në shumë frikë. Pastaj me Dinamon ishin shumë më mirë se sa me Vorën, por përsëri fitoria s'po vjen. Tani me Partizanin është si çdo ndeshje jeta vdekje, shohim. Jetike. Fation, për të futur Fationin në bisedë Blerim, ndjesi për fjalën, po gjithsesi Fation. Unë prandaj e pyeta edhe Blerimin, do ta vlendem shumë 3 pikë apo do ta quajmë një pikë të artë atë me Dinamon? Atëherë së pari, duke qenë që sot është edhe një ditë e veçantë për futbollin shqiptar, unë doja nga studia juaj që t'i uroja presidenti Duka suksese në mandatin 4 vjeçar dhe suksese dhe të gjithë atyre antarëve të komitetit ekzekutiv që në përbërjen e tyre është edhe një vlonjat 14 karaç që ka përfaqësuar flamurtarin, por edhe kombëtaren shqiptare. Kështu që edhe nëpërmjet studios tuaj dua t'i komunikoj që të lobojnë fort për të ardhur investime në Vlorë. Sepse janë pa terene sportive, pa kushte, nuk mund të pretendojmë për nivel futbolli. Kjo është e vërtetë. Dhe për të dalë aty te pyetja juaj, më mbrapa do të thosha që duke parë dy emrat e futbollit, shqiptar, Dinamon, bashkë me kundra flamurtari, do të thosha që kjo pikë ishte pikë e vlefshme, sepse përballej kundra një Dinamo e mirë investuar, e mirë organizuar dhe me një futboll që po dominon. Dhe mund të thuash që pretendon për të aktualisht është në kaçe, pavarësisht sepse rrezikon, ëh? Po, përballë Dinamos, okay, ne po flasim që është e sigurt në kaçe tani dhe përballë Dinamos themi është një pikë artë. Dhe kurse po t'i futemi pastaj në analizë, unë them është me fat, ashtu siç thot
trajneri mbas ndeshjes që na mungoj fati, kjo është ajo ndeshje që trajnerit i është gjendur fati. Është nga ato ndeshje që trajnerit mbas i është gjendur fati, sepse mund të thuash, mund ta ndajmë në dy episode, përveç asaj penaltis, ka qenë dhe një rast tjetër në fund nëpërmjet Lushajt. Kjo e vërtetë. Nëpërmjet Lushajt. Rasti i Memes. Memes që është për të ardhur keq që me këta lojtar të investuar, me atë rast të humbur është e dhimbshme. Është e dhimbshme dhe përveç këtyre dy elementëve, pjesa tjetër pastaj ka folur e gjitha për Dinamon. Prandaj them që është një pikë e artë për flamurtari dhe në këtë pozicion që ndodhet, por e shikoj shumë të vështirë për mbijetesën. E shikoj shumë të vështirë. Shko, Fatjo Mblerim, për të qenë të gjithë së bashku, unë do të ndalem tek ajo që ti e kape shumë mirë Blerim tek fakti që sot nuk ka fush. Pra, ne luajtëm në Elbasan, në një stadium thuajse të boshatisur, nëse mund të themi, dhe kam përshtypjen që më shumë kishte tifoz nga Vlora se sa tifoz të Dinamos. Por duket se edhe ky fakt nuk po na ndihmon për të kërkuar atë 3 pikshin që do ta donim gjithë të vinte në këtë moment shumë të vështirë për flamurtarin, apo jo Blerim? Shiko, ndonjëherë këto ndeshjet pa tifoz janë thik me dy presa, i bëjnë ndeshjet shumë shëmtuara dhe skuadrat nuk është se japin më të mirë në vet. Dhe ndeshjet më të mira flamurtari realisht i kanë nxjerrë kur ka pas stadiumet disi më të mbushura se sa i dieshmi. Në përgjithësi sa herë luan Dinamo në Elbasan ndeshjet shumë dalin. Shumë të nivel të ulët. Po të shëmtuara. Unë personalisht isha në Shkodër dje dhe diferenca dukej. Diferenca po themi në lojë. Futbolli që pash në Shkodër, në stadium. Me rreth 3000 pranishëm për shkak të shiut, sepse mund të ishin 2 fish apo 3 fish, po ishte shi i tmerrshëm në Shkodër dje. I krahasuar me ka pa një moment që Bileu diskutua nëse do të luajë apo jo. Nëse do luajë apo jo. Dhe diferenca në cilësi me ndeshjen e Elbasanit ishte vërtet shumë e madhe. Domethënë, në njërin krah në Shkodër shikoj një futboll të rrjedhshëm, sulmues, taktik, të gjitha bashkë i shikoje, lojtarë cilësor që dinin të luanin topin, të bënin veprime teknike të jashtëzakonshme, sidomos në krahu i Vllaznis. Krahun tjetër të paktën me çfarë pash në televizion, sepse në televizion shpesh të gënjejnë ndeshjet, të krijoni përshtypje të gabuar. Nuk e ndjen ndeshjen siç e ndjen në stadium, sado bosh i stadiumit. Prap nuk të jepte një ngrohtësi, duke një ndeshje sikur sidomos pash ato fundin e ndeshjes, domethënë një skuadrat edhe të lodhura, edhe pa energji mendore, fizike, edhe Dinamo është vështirësi, nuk kemi vetëm ne, edhe Dinamo është vështirësi të mëdha. Mos harrojmë që Dinamo është në mos gaboj, Dinamo është ndeshja e 6 radhazi pa fitore. Pikërisht, dhe ka 3 barazime rresht, dhe aktualisht është vetëm 3 pikë i Partizanin, dhe me flamurtarin e kishte praktikisht, si të thuash, jeta vdekje, edhe një farë mënyre për të rikuperuar pikët që la me Tiranën, sepse me Tiranën Dinamo luajti përtej kupës, përveç kupës, luajti edhe në kampionat në ndeshjes të shkëlqyer me 10 lojtarë, por nuk fitoi dot. Dhe ishte momenti që ndoshta duhet të kishim goditur edhe ne, por të paktën nuk u mundëm. Po, sepse Dinamo është po shfaq ato vështirësitë në interpretim, në finalizimin e aksioneve dhe në shënimin e golave, po e shfaq atë vështirësinë dhe ne duhet ta kishim shfrytzuar këtë. Por është për të ardhur keq me mënyrën e interpretimit, me mënyrën se si ne vendosemi në fushë për ta marrë atë pikën. Kështu që dhe ajo që më vjen keq është edhe faza mbrojtëse, sepse ne ekipi flamurtarit u rreshtua që në fillim të lojës u rreshtua, u fut me atë bindje për ta marrë pikën, por dhe mënyra e interpretimit ishte çalonte. Mënyra e vendosjes së skuadrës, mënyra e rreshtimit në fazën mbrojtëse ishte skandaloze. Po ti vësh re një skuadër që nuk dija se vendoset as në fazën mbrojtëse. Kështu që shiko, ka një gjë domethënë, duket sikur trajneri aktuali i flamurtarit vjen ti mbetet nëse mund të themi, ose ngulmon me atë skemën e tij 3-5-2. Domethënë, ne kemi që pas fitores me Ballçin këtu në javën
e dytë të fazës së tretë që fituan 3-0, pastaj vin disa rezultate, humbje në Tiranë, barazim në Vorë, humbje me Egnatin, barazim me Dinamo prap. Kemi disa javë që nuk po marrim dot fitoren, megjithatë trajneri vijon ende Blerim ti besoj kësaj skeme, edhe pse ndoshta nga specialistë shumë të shkërkuar që të kërkoj diçka ndryshe apo të ndryshoj skemën e tij për t'i dhënë ndoshta edhe çikmëriet lojës flamurtarit apo jo. Shiko, të flasësh për skema taktike më duket paksa e gabuar dhe egzageruar, sepse në fundit në futboll nuk është një skemë që e bën një ekip. Po pra, ta ndryshoj edhe gjatë lojës se kisha llafin, prandaj po them. Para skemës janë shumë gjëra tjera që të çalojnë atje. Unë kam përshtypjen e 3-5-2 që kërkon të aplikojë trajneri, është edhe detyruar nga zgjedhjet që janë bërë dhe në merkato. Ndërtimi i skuadrës ka qenë i gabuar. Lojtarët që kanë ardhur për të bërë 4-3-3-shin që pretendojmë apo 4-2-3-1-shin në një skuadrë ofensive, mos harrojmë që kanë ikur. Erdhi një belg sulmuesi Diaz, i cili u zhduk shumë shpejt. Erdhi një tjetër që ishte fantazist vjeç, edhe ai nuk u duk javët e para, bëri 2 gola, burar dhe u zhduk. Domethënë, problemi është edhe Spanjolli famshëm ka luajtur me Realin 100 vjet më parë, edhe ai u zhduk që në nëntor, tetor. E keqja është që një skuadër që ndërtohet nga zero, duhet ndërtohet me shumë kujdes. Jo thjesht hit parat, bëj, si të thuash, buj mediatike, shikoj një CV apo një video dhe u bë ekipi. Ekipi praktikisht i verës, gjysma ka mbetur. Kanë ikur shumë lojtarë, nuk janë më. Dhe realisht, nga gjitha frimet e verës, duke përjashtuar portierin Aliskovski, që është nota 10 me ndihmim, është në blerje shkëlqyer, shumë pak lojtarë kanë identifikuar veten, mos them Maksuti dhe në tjetër. Shumë pak, ndërkohë që ka mbajtur shumë të tepër pesh për fjala Trashi në krahun e Majt edhe në një lojtar tjetër që ishte zonë e shkuar dhe para se të kërkojmë llogarit trajnerit Moriero, kam përshtypjen duhet i kërkohet çik më shumë llogari klubit që ka marrë Morieron, që mori Spanjollin para tij që s'kishte asnjë lidhje me Europën në radh parë, sepse nuk ishte stërvitur kurrë në Europë, nuk ishte lidhje me Ballkanin, ndërkohë që në Ballkan ka trajnera pafund. Okej, nuk ka trajner Shqipëria, nuk ka shumë zgjidhje, por në Ballkan, le të themi në Kroaci nivelet e ulta, po themi në pjesën e poshtme të renditjes, në kampionatin sloven, në disa kampionate të nivelit, le të themi që përafrohen me mentalitetin, me frymën tonë, ka plot trajner të mirë. Pastaj mos harrojmë që Vllaznia është vend të parë me Edi Martinin, nuk ka marrë Jose Mourinho dhe trajner shqiptar, me trajner shkodran. Pikërisht me trajner shqiptar dhe kam punuar shumë. Ata kanë avantazhe, patjetër. Ne nuk pretendoj që flamurtarit të jetë në nivelin e Vllaznisë. Kanë avantazhe të mëdha sepse vijnë nga disa sezone që kanë punuar, kanë një grup të konsoliduar lojtarësh e tjera. Por kjo mënyrë si është punuar në Vlorë është me të vërtet pavajtë skema 3-5-2, 5-3-2, ja këto janë detaje sepse kur janë lojtarët e mirë, domethënë ta nxjerrin edhe me 6-1 ta nxjerrin lojën, edhe golin. Kur është dhe skuadrë e formuar mirë. Kemi rastin, po të bëj një krahasim, rastin Allegrit e Milanit. Ky Milan ishte vitin e kaluar që mezi mblodhi 40 pikë, i njëjti Milan pothuajse që ja ku është, me trajner tjetër dhe ka ndryshuar klubi sepse ka ardhur liglitare. Mos ta harrojmë, pesha e një drejtori, pesha e një strukture të klubit, domethënë janë një miks gjërash, nuk është puna se po more 10-15 lojtarë, u bën nami, u bë skuadra fenomenale. Kupton? Kemi Vorën, rasti Vora. Pagat e Vorës janë një katërta e flamurtarit, mos them më pak. Po janë binem. Ndjes Blerim, Vora është në 80% e ekipit të vjetshëm, ë? Pikërisht pra, edhe trajneri Bella i vjetshëm. Tani, si shpjegohet që janë paktën shef një koncept loje. Unë e kam ndjekur shumë kampionatë shqiptar sezon. E kam ndjekur gati të gjitha ndeshjet nëpër stadiume. Dhe Vora është një nga skuadrat me më shumë koncept futbolli në Shqipëri. Me atë brum që ka, me ata lojtarë të bledhur, jo nga Korabi, jo nga ka dhe interpretim, ka dhe mënyrë. Pikërisht pra, domethënë, ndonjëherë më duken detaje teknike pa vlerë këto, luan me mbrojtje me 3, luan me mbrojtje me 4. Por është si interpreton. Ne po luajmë me 7 mbrojtje, e tha më parë. Edhe faza e mbrojtjes është çalon të mërsisht, nuk është puna se luan me 3 apo me 5 apo me 6. Puna që mungojnë shumë gjëra aty që. Po.
unë duke u lidhur me atë që thash pak më përpara, ma shkas nga mënyra e interpretimit, se si e interpretuan dhe se si u reshtuan, se si kombinonte, shikoje që mënyra e kombinimit të Dinamos në qendër, ata e kishin studiuar dhe e din. E kishin studiuar aq mirë sa e interpretonin dhe po t'i vësh re, po të kemi mundësi që t'i kthemi, t'i vësh re çarja që do të thot këta janë të vetëdijshëm ose ky trajner, sepse këto mangësi ata i kanë shfaqur dhe në stërvitje. Edhe golin na shuan. Po, por edhe rastet e tjera më mbrapa. Rastet e tjera, unë i referojmë dhe rasteve të tjera, sepse pash e ndoqja me vëmendje ndeshjen. Dhe ky trajner, do të thosha, e arrin t'i korrigjoj në stërvitje, sepse këto mangësi ata i shfaqin dhe në stërvitje. Ky arrin t'i korrigjoj atje në stërvitje, arrin t'i kështu që është për të ardhur keq, por doja të thosha edhe është shumë e rëndësishme dora e trajnerit në skuadër. Sepse është shumë e rëndësishme. Po t'i vësh re, ajo që thanë pak më përpara, po t'i vësh re të gjitha skuadrat që kanë bërë ndryshime trajnerash, apo kanë vendosur trajnera të aftë në krye të skuadrave, kanë bërë sukses. Edhe janë sot me pikë më plot, sepse në mënyrën e interpretimit. Më korrigjoni Blerim Fation, ndoshta ajo që vura re me Dinamon ishte mungesa e Denis Pieshkës. Të paktën pavarësisht rezultateve, Pieshka u rikthye në janar sepse spanjolli nuk e konsideronte fare. Por në 2-3 ndeshjet e fundit, Pieshka ka qenë një nga më stabilit, nëse mund të themi, në mbrojtjen e flamurtarit. Çuditërisht mungojnë ndaj Dinamos. Pieshka realisht është lojtar që e njeh mirë, si thua, një ekipin, një barin, një çdo gjë, një superioren shumë mirë, është lojtar që për flamurtarin është shumë i rëndësishëm. E keqja është që Pieshka nuk ka një pasaport kroate apo braziliane, se ndoshta do të trajtojë ndryshe. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse ndaj përmenda më herët ndërtimin e ekipit. Jo vetëm rastin e Pieshkës, edhe lojtarëve të tjerë që janë konsideruar të panevojshëm. Nuk është e thënë se vjen një lojtar, mund të jetë shumë cilësor, nuk e përjashtoj, mund të jenë tjerëzakonisht cilësor lojtarët e huaj që vinë. Por lojtarët e huaj kanë probleme shumë të mëdha, ambientimi, kanë probleme, të gjitha huajt e problemeve. Dhe nëse duheshin bërë ato investime të mëdha, mund të bëjë te lojtarët shqiptar. Domethënë, nëse ke Pieshkën, Trashin dhe 2-3 tjerë, Markun e dy tjetër në ekip, u goditë me Maksutin, po mos harrojmë që verën e shkuar ishin në treg lojtar, le të themi, edhe Albano Aleksi ishte në treg, sepse kishte bërë kontrata në qershor, ishte në treg Edison Dreca, ishin shumë lojtarë. Dhe një klub vazhdoj mendimin tënd, por një shembull Fation Blerim. Sot tek flamurtari. Trashi i sezonit të kaluar, Pieshka që po themi po bën shumë mirë sezonit të kaluar. Diavara në mesfush, lojtari i sezonit të kaluar po bën mirë. Oshafi ka shënuar mbas rikthimit 2 gola, ka dhënë një pikë shumë të rëndësishme në Elbasan, shënoi në Vlorë. Herald Marku i sezonit të kaluar me Ballshin shënoi super gol dhe mbas Ballshit nuk e kemi parë më në fush, vetëm si zvendçues. Pra, lojtarët të cilët kanë qenë vjet pjesë e ekipit shumë e rëndësishme, pa anashkaluar, sepse Trashi është dhe vijon të mbetet pjesë shumë e rëndësishme, është në formacion. Pra, duke sikur jemi po bazohemi sërish tek lojtarët e sezonit të kaluar, apo jo? Kjo tregon që pratikisht është gabuar. Domethënë verën e shkuar është gabuar me ato 15 përforcime ku gjysmat janë larguar. Kur peshën e ekipit duhet e kishin mbajtur grupi i vjetër me përforcime garanci. Përforcime garanci është ajo që përmenda. Lojtarë si Aleksi, lojtarë që kampionati shqiptar, si thua, hanë me dhëm. Verën e shkuar ka qenë treg edhe Bekim Balej. Mos ta harrojmë këtë gjë. Bekim Balej me atë pagë të lartë, po përsëri flamurtari përballonte, sepse është më mirë të japësh një shqiptar një pagë shumë të lartë, sesa të japësh të huaj, mendimi im. Sepse është investim i sigurt. Pikërisht pra, është investim i sigurt. Nëse po themi Balej, po ka shumë lojtarë të tjerë. E di çfarë pret nga një lojtar që është në kampionat shqiptar.
e di shumë mirë çfarë t'jep Aleksi. Me ato defektet e tij, me ato të mirat e tij, organizimi, shkatrimi, sherrri me arbitrat, presioni si pitbull, po këto gjëra i di. Kurse vjen një lojtar thjesht duke parë një CV, duke parë video, gjëra, po habitesh pastaj. Si ka mundësi? Ky vjen nga kampionati bullgar, titullar, ky vjen nga kampionati grek, ky vjen nga kampionati spanjoll. Ku janë? Ku janë? U larguan të gjithë. Spanjolli u largua amerikano qendrori, u larguan shumë lojtarë. Ndaj them që janë bërë, si thua, themelet gabim, ndaj tundet me një herë ajo ndërtesa sipër. Dhe unë nuk e vë faj tani ekipit. Nuk i vë faj te pjesa që kanë luhati mbrojtëse, gabojnë para porte, organizimi, nuk janë të qetë. Qetësia në futboll shumë e rëndësishme, sidomos në një kampionat si yni ku 3 ekipet e fundit pothuajse, sepse edhe play-offi është shumë i rrezikshëm, 3 ekipet e fundit në 10 kategori. Aq më tepër dhe tani në këtë gjendje që jemi ne, ana psikologjike është ngarkuar, është e rënduar shumë, kështu që po dhe gabimet pastaj në fushë janë evidente. Shko, ne jemi në një pozitë të tillë ku e the shumë i Blerin, janë 3 ekipe sot që flasim. Tirana 21 pikë, Flamurtari 20, Ballçi 20, Vora 26. Nëse mund ta fusim edhe Vorën në këtë vorbull, është edhe Vora në atë vorbull. Pra, në këtë vorbull janë 4 ekipe. Kam përshtypjen që do të luhet mes këtyre 4 ekipe, Fation, deri në fund, nuk e di. Po. Kjo është e hapur, kampionati shqiptar është i hapur, kampionati shqiptar është i fortë, duke marrë parasysh edhe ndeshjen që luajnë si shlozi Dinamo me Flamurtarin, një vend që pretendon për të marrë trofeun me një vend të fundit, të rreshtuar në fund, kështu që kampionati është i egër. Por ajo që doja të thosha është që të katërta këto unë i shikoj ndryshe, sepse po shikoj një Flamurtar që nuk interpreton, nuk zhvillon, nuk ngroh, dhe me një Vorë që po jep, që po penalizohet dhe në saj të albitrave, po penalizohet për të marrë pikën, që po prodhon futboll, që është me një trajner që e njeh shumë mirë kampionatin shqiptar. Kështu që e shikoj një çik Vorën edhe Tiranën nuk i shikoj në këtë dalje, në këtë renditje. Shiko, edhe Vora, po të ndjekim me kujdes, ka shumë kopa fituar. Është një ekip që merr barazime, por Vora është, si thuash, në fije të perit. Nuk është aq e qetë sa duket situata edhe Vora, dhe fakti që ka disa lojtarë dëmtuar, ja kanë ulur ndjeshëm edhe cilësinë e lojës, edhe sidomos rendimenti para porte. Këtë javë me Gnatian ka barazuar rastisht jashtë logjikës së lojës. E pasha të ndesh. Pikërisht, Egnatia e kontrolloi shumë kohë ndeshjen, ishte shumë superiore dhe i vetmi gafe Egnatia është që nuk e mbylli ndeshjen. Dhe rastësisht, si thua, një goditje dënimi i prodhoi golin e barazimit. Diferencat nga Vora deri tek vendi i fundit, Bylis, janë shumë të vogla. Është parë edhe me fakti që ne barazojmë me Dinamon, Bylis i ka barazojmë me Dinamon, po në krau tjetër ne jemi mundur me Tiranën, por kemi mundur Bylisin shumë lehtë në krahasim me Shpritej. Me thënë, aty janë detaje, shpesh detaje aq të vogla sa mjafton si thuash pak fat, pak shans, dhe siç pati Tirana shansin që mundi fitoi në Baush, si thuash me një goditje në port. Fitoi me Flamurtarin dhe bëri kapërcimin. Tani mos të harrosh që dhe Tirana me pak fat mund të kishte barazuar me Partizanin. Mos harro se pjesën e dytë të Tiranës ka qenë shumë e mirë. E ka vënë në vështirësi Partizanin. Ku ta gjesh? Unë shikoj diferenca tërmjet nga aq më tepër dhe me prurjet që ka bërë Tirana tani. Kurse ne jemi për të ardhur keq me prurjet. Kështu që shikoj diferencat e këto. Kjo javë që vjen do na tregoj shumë gjëra. Do na tregoj shumë gjëra sepse sa do mirë të duket Tirana një moment caktuar. Unë kam ndjekur Tiranën jo vetëm derbi, në derbi dje ajo Blerin,
Me që ma përmende këtë javë, thjesht për saktësim. Ne luajmë, Flamurtari luan me Partizanin. Vora luan me Elbasanin. Shumë e vështirë për Vorën. Kam përshtypjen shumë e vështirë, më duket luhet në Elbasanin, sepse shlyeu atë tyrimin që kishte me Elbasanin Vora. Ballçi luan me Shkodrën dhe ka një përballje Tirana-Teuta. Deri pak javë më parë dhe Teutën e fusin këtë Vorë, po sot Teuta është 30 pikë. Shko, Teuta është ndërtuar më mirë se sa Flamurtari dhe ekipet poshtë saj. Nuk e llogarisim fare. Ka pasur vështirësi goxha për shumë arsye edhe për fajt klubit që lëshoi disa lojtarë shumë mirë, që i shiti. Por Teuta është skuadër eksperte, skuadër e qetë, nuk është skuadër emocionale si Flamurtari, që tronditet dhe kur e merr, si thua, pikjata zhytet. Kështu që unë fokusohem vetëm nga Vora e poshtë. Vora Elbasani është shumë e vështirë për Vorën, sepse Elbasani është skuadër që luan shumë mirë futboll. E pash edhe dje në Shkodër, sado që dominoi Vllaznia për rreth një orë. Duke që Elbasani e kishte mundësinë dinte dhe të mbrojë, dhe kishte mundësinë të rrezikonte në çdo moment. Dhe ai goli barazimit të Elbasanit nuk ishte as pak befasi. Pavarësisht si shkoi ndeshja, fitoi në fund Vllaznia, por Elbasani është ekip shumë i fortë. Kështu që nuk u çudit fitoi Elbasani në Vorë. Në Vorë luhet goxha qetë, nuk ka këto. Jo, është në Elbasan ndeshja. Unë e di se është në Vorë, me thënë drejtën. Pak nuk e veruar dhe sistemi. Është ajo marrëveshja midis klubeve. Po, ndryrimi i fushave që është bërë kur s'kishte stadiumin në Vorë. Po, e vërtet, ke drejt. Por për Vorën duhet thënë që nuk ka qenë në favor të luajturit në stadiumin e ri. Biles ai presioni që ka pasur si pritse i ka bërë shumë keq, ka shumë jap pa fitore brenda në shtëpi. Edhe me Flamurtari nuk fitoi dot, edhe me ndeshjet e tjera nuk ka fituar dot që ka luajtur. Me Ignatian pati shumë fat që barazoi. Ka vetëm një fitore me Partizani dhe atë me fat në fund. Dhe ajo është e dhuratë e Partizanit në Fonjza, sepse gaboi penalti Partizani, menaxhoi shumë keq ndeshjen. Kështu që kjo fundjavë mund sjell shumë ndryshime. Unë them në qoftë se Flamurtari arrin të fitojnë Partizanin, që nuk e shikoj aq pamundur realisht, sepse diferencat në futboll shqiptar janë shumë të vogla, pavarësisht renditjes. Atëherë mund të ndryshojë shumë gjëra për mirë, pavarësisht problemeve që kanë. Është e situata që se e përmendëm më herët, Tirana bëri 2 fitore dhe ndryshoi si thua, entuziazmi, ndryshoi renditjen. Besimi, por shikoni, Tirana ka një barazim dhe 2 humbje në 3 ndeshjet e fundit me skematin e kupës. Me Dinamo nuk luajti futboll 2 ndeshje. Me Dinamo u masakrua. Shumë u dominua shumë më tepër se sa u dominua Flamurtari nga Dinamo. Mos harrojmë që Tirana ishte me 65 minuta me lojtar më shumë me Dinamon. Me Dinamo dhe në kampionat dhe përsëri meritonte të humbiste. Domethënë ka qenë një Dinamo shumë superiore në atë ndeshje. Kështu që nuk ka diferencat më dha aty në fund. Atëherë, duke përjashtuar vetëm ndeshjen e Ignatias që është me Dinamo, që nes na intereson sepse është luhet për të tjera gjëra fation. Jashtë planeve tona. Jashtë planeve tona ajo të prende. Po pra, është jashtë planeve tona, nuk na intereson fare. Është vetëm një ndeshje që nuk na intereson të paktën ne tek Flamurtari. Derimi e kapim pjesë shumë të mirë. Ajo që na intereson ne mbi gjithë është ndeshja me Partizanin. Ajo që doja të thosha unë, Derim, edhe ti mund të ndrysh në çdo moment, nuk ka asnjë problemi, pavarësisht pyetjes që pyet Fation. Ajo që duhet pyesur është fakti që Partizani mori një fitore shumë të madhe me Tiranën, nëse mund ta themi kështu, vin me një moral tjetër, është vetëm 3 pikë larg Dinamos vendit të 4. Unë shikoj dhe e shikoj të vështirë. Për të së vërtetës e shikoj të vështirë, sepse shikoj një Partizan që të hetur dhe këtë adrenalin, këtë etje ja jep trajneri. Dhe po t'i vësh re që me ardhjen e trajnerit Kërnajës, Partizani ka ndryshuar. Partizani është tani një ekip që vrapon në fushë. Është një ekip i etur, një ekip që kërkon të marrë në çdo ndeshje më të mirën në sajt e trajnerit. Dhe unë ja jap gjitha meritat ja jap trajnerit. Kështu që edhe shikoj një Flamurtar që ne jemi përmbjetesë dhe nuk shikoj dëshirë për të fituar, në fushë, nuk shikoj uri për të fituar, për të dalë nga kjo zonë. Dhe vetmja gjë
që mund ta bëj këtë gjë është trajneri, që t'i japi atë adrenalinën e duhur, t'i japi agresivitetin, t'i japi dëshirën, në fundit për të dalë dhe për të treguar atë flamurtar që ne jemi. Kështu që e shikoj që këtë vështirë për sa i përket ndeshjes së radhës. E shikoj të vështirë. Blerim. Shiko, pak a shumë atë mendoj dhe unë jam në një linjë, sepse ajo që të bën përshtypje, të mërzit pak, është që, okej, ku nuk ke cilësinë e Dinamos apo të Voznis për të fituar me lojë, me raste, me gjëra. Ndonjëherë këto ekipet e fund tabelës, si thuash, pa skema, pa logjik, po luajnë si thuash dhunshëm, në thonjza, me zemër. Mundohen, luftojnë, si thuash dalin nga fusha në thonjza të gjakosur për të marrë atë rezultat. Ndërsa nuk e shef. Për së vërtetës, ne si Vlorë tani po na mungon kjo gjë, sepse e kemi pasur. Dhe unë po them edhe një shprehje që thoshin ekipet kur vinin te ure më folit bo ku do vem. Kurse sot shikoj një neglizhencë, shikoj akademizma në fush, shikoj një lestësi që në fundit janë ata aktorët, janë ata kanë përgjegjësi maksimale që nga ai kapiteni i skuadrës në fush. Kështu që prandaj them, e shikoj të vështirë, se nuk shikoj ekip që të futet në fushë dhe të ndezi, të marri atë fitoren që i duhet. Unë vazhdoj të shikoj problemin të vjetër, të mbartur, që në momentin që krijohet ajo ndjesia që jo kemi bërë ekip me milione euro shpenzime, ekip të fortë, me emra të mëdhenj, do pretendojmë gjëra të mëdha, që aty i vë një mal të madh mbi shpinë ekipit. E vën siklet shumë të madh në vështirësi, sepse bën bashkë të krijon presion. Po prish edhe ekuilibrat në dhomën e zhveshjes. Sepse do thot kapiteni i skuadrës, pse? Kur ne jemi këtu. Dhe kanë dhënë kontributi jashtëzakonshëm që arriti flamurtari këtu në Super League. Kështu që dhe çdo gjë duhet të bazohet tek ata. Pa e çuar Kracin me Vorën, duat kujtoj mënyrën si u ndërtua një ekip tjetër, Elbasani. Para 2 vitesh u ngjit superiore. Po patjetër. Është sezoni i dytë të superiore. Shembulli po. Erdhi Elbasani nga dore parë, nuk është se filloi pompimi mediatik, do bëjmë namin lojtari i Realit, lojtari i Barcelonës, budahoqe të tilla. Se po të jetë lojtari i Realit ende në vakt, nuk vjen në Vlorë. Se kur iku, lojtari i Realit sa atje s'kishte dushe, nuk kishte kushte. Nëse ato ishin më tepër justifikime ti, po hajde, nëse. Dakord, jam shumë dakord, por mos ja jep justifikimin. Merr lojtar që e di shumë mirë çfarë bën. Me atë që thua ti jam dakord. Tek fjalët e ti dakord, justifikimet çfarë tha ai për dal nga gjendja e tij. Tek ato të tjerat nuk kundërshtojnë asnjë fakt. I kam fjalën këtu, kur erdhi Elbasani në superiore, mbajti grupin më të madh që i ka akoma, ka Kasat, ka Leshin, ka Bruno Lulajn, e shumë lojtarë tjerë, mbajti grupin dhe gradualisht e përforcoi. Dhe ka vazhduar përforcimi gradual, çdo merkato nga pak, edhe verën e shkuar dhe këtë janar bën një lojtar Insa Boje, i cili bëri gol dje, një djalë i ri afrikan, bëri gol dje në Shkodër, bëri edhe 2 gola kundër Teutës. Po është goditje janari ajo. Një ekip të konsoliduar. Edhe konsiderohet një nga goditjet më të mira në Super League, ë? Sigurisht, një lojtar i mirë në një ekip të konsoliduar futet lehtë. Ndërsa një ekip të çoroditur, pa ekuilibra, pa plan, pa strategji, nuk e gjen veten. Unë nuk e përjashtoj që disa nga lojtarët që janë të flamurtari aty janë të shkëlqyer. Mund të shkojnë të bëhen titullar, po themi Shqipëri, te Egnatia, le të themi që mbahet si ajo etaloni i kampionatit shqiptar 2 vitet e fundit. Mund të bëhen shumë të rëndësishme te Egnatia, por ka një diçka, është puna e gjitha si e ndërton. Dhe aty duket që ekipi është vërtet i stresuar. Dhe e vetmja shpresë është që të ndodhin mrekulli të bëjnë 2 fitore rresht herë ta vonë, që të çlirohen pak nga ajo barre e renditjes. Të afrohen me Vorën për shembull, ta shikojnë renditjen më pozitive, jo kaq zi sa e shohim ne. Një pyetje për të dy, Fation, Blerim. Pas ndeshjes me Egnatian, të humbur në Vlorë javën e kaluar, u fol shumë për largimin e Morieros. Megjithatë, klubi i dha besim. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. I drejt vendimi për t'i dhënë besim Morieros apo jo? Apo duhej ndoshta
një largim trajneri dhe një ardhe një tjetri ndoshta edhe shqiptar? Po, unë jam me mendimin që po. Edhe me një shqiptar që e një mirë kampionati shqiptar dhe të ndryshonte, sepse në situatat të tilla një ndryshim jep edhe rigjenerim skuadrës, jep freski, jep edhe një motiv. Kështu që unë e shikoj të pa përshtatshëm atë mënyrën se si u vendos. Mund të kenë arsye të tjera, nuk e shikoj që të jetë çështja e besimit për sa i përket rezultateve, po e shikoj çik më gjerë për sa i përket edhe kostos financiare, kështu që do parë në kompleks. Por unë jam i mendimit që duhej freskuar, duhej ndryshuar trajneri me një trajner shumë të mirë që ka Vlora ka trajner për t'i dhënë Vlora Shqipëria ka. Po që një mirë dhe do të thosha që dhoma e zhveshjes dhe ne do ndryshojmë kur në dhomë të zhveshjes do dëgjohet trajneri. Dhe unë këtë e lidh edhe me një ndodhi që ndodhi ndeshjen e fundit tani midis Dinamos dhe Flamurtarit, një incident që po t'i vini të re Greku, ky mbrojtësi i qendrës, Çandakias. po pati dhe një konflikt me mbrojtësin e djathtë, me mbrojtësin e djathtë Toni. Me mbrojtësin e djathtë Toni. Kështu që unë e shikoj edhe në dhomë të zhveshjes, nuk e shikoj vendimarrës trajnerin. Dhe kur të jetë një trajner vendimarrës që të jetë ai, të vendosi ai, të bëj ligjin trajneri në dhomën e zhveshjes, atëherë mendoj që ne do na vinë dhe rezultatet. Blerim. Po. Shiko, është fjalë goja, është trojmë trajnerin. Nuk është se ndërrimi i trajnerit futboll është garanci për sukses. Pyetja e parë është kush i zgjedh trajnerat dhe si kanë ardhur. Këtë të na tregojnë cila logjik u ndoq, sepse nëse u vendos për të larguar spanjolli, mund të zgjidhej një kampionatin vendas, mund të zgjidhej që atëherë. Pastaj nëse ndron 3 trajner, 4 trajner në sezon, edhe lojtarët çorditën, se kalon nga 3-5-2-shi, kalon tek 4-3-3-shi. Nëse do ishte bërë zgjedhje e dur, nëse konsiderohet e gabuar Morieros, mund të ishte bërë që kur vendos të spanjollin. Tani janë futur kësaj valle, të mundohen ta mbyllin si e kanë nisur këtë vit, sepse kanë bërë disa lëvizje në merkato, të cilat mua më duken interesante disa prej tyre me pikpyetje. Por nuk e di ç'a mund të bëj dhe si mund ta marrë një trajner vendas ekipin. Domethënë çfarë do i bëj? Si do e ndryshoj me duke ruajtur 4-5 ditë. Mund t'i injektoj dhe atë grintën, atë dëshirën për të lodhur, se e shikoj që është zbehur kjo gjë. Grinta i ka munguar Flamurtarit që në fillim sezonit. Nuk e ka pasur ndonjëherë Flamurtari këtë sezon. Në asnjë ndeshje, unë mbaj mend. Ne kemi marrë trajner melankolikër. Nuk kemi marrë. Atëre nuk pas kemi një problem trajneri, pas kemi një problem çik më sipër se trajneri. Këtu e kam thelbin. Po. Duket qartë që në qoftë se në disa klube punohet mirë dhe gjejnë se çka gjet Elbasani trajnerin serb etj, siç goditi Partizani me trajnerin aktual që ishte nga ekipi B, një trajner që ka asnjë lloj eksperiencë në futbollin po themi profesionist superiores. Ndonjëherë klubi është më i rëndësishëm se trajneri. Një trajner ndonjëherë gjendet në vendin e duhur, fiton, si thon qyl. Kurse kur është klubi trajneri mund ta kesh edhe brenda gjirit vet. Në skuadrës. Tani ne themi, hajde gjeni trajner që të bëjë mrekullinë vetëm, të na shpëtojë në 2-3 muaj sa kanë mbetur dhe të mbulojë gjithë gropat që janë bërë aty, sepse janë gropa këto, në momentin që largohen 6 lojtar çdo 2 javë, është larguar çdo javë është larguar një lojtar ose 2. Nga spanjolli, veterani, e deri tek fundit, që as janë zyrtarizuar largimet, po themi Beten, Burard, lojtari nga Amerika Qendrore e tjerë. Ramirez, pikërisht, as nuk është folur që janë larguar. Ramirez, Murata, Itelushi. Pikërisht Murata i Telushi që, domethënë, ose i heq fillim sezonit, u thua nuk jeni në planet çuna, ose mbaj, jepu përgjegjësi, jepu pesh. Domethënë, janë shumë gjëra që nuk shkojnë aty dhe më vjen keq që flitet vetëm për trajnerin sikur po të vi, nuk e di sa trajner ka të lirë në qarkullim tani, po i vetmi ka përshtypjen që është, po
po themi trajner që është aty në Vlorë që njeh mbijetesën, që ditë të siguroj, siç e siguroi vjetësh Gentian Mezani, në një trajner tjetër nuk shon qarkullim se s'do kthehemi prapë te Shptim Duro edhe te trajnerët e viteve 90. Për të thënë atë që është. Tani nuk e di, këto janë emrat. Ilir Daja është etaloni, është trajneri numër 1 i Shqipërisë. Edi Martini po bën shumë mirë në Shkodër. Kaq janë. Ne mos harrojmë edhe atë të Ignatiës. Edlir Tetovën. Edhe Tetovën po bën shumë mirë. E mori Ignati në një situatë shumë të keqe dhe sot është një nga ekipet që po prodhon futboll. Atëherë, me që përmendet Tetovën, Edlir Tetova para Ignatias ka qenë anonim. Po. Tetova është produkt i Ignatias. Erdhi nga Kosova, erdhi. Pikërisht. Është trajner produkt i Ignatias. Kur është klubi, atë që thash, kur është klubi i sakt, edhe një trajner që mund të jetë mesatar duket fenomen. Sepse punon me qetësi, i sjellën lojtarët që duhen sjell, ka një bashkërendim, jo si në Vlorë që ca lojtari sjell një drejtor, ca lojtari sjell një këshilltar, ca lojtari sjell njëri se e kam qejf unë se e pash në internet. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Dhe nuk është se i kam zili Partizanit të Kërnajën. Pse mi u mendoni se po të vi trajneri i Partizanit dhe flamurtari do bëj atë që i mungonte, atë i ka injektuar asnjë gjë tjetër. Po të injektoj çfarë janë në fundit varet gjithçka nga klubi. Në momentin që Partizani i dha frerët Agim Ibrahimit, drejtor sportiv, u bë merkatoja dhe ndërtimi i ekipit me të. E tha vetë Gazdemi dje, nuk e di e keni parë. Po, ja ka besuar klubin Agim Ibrahimit. Ai ka zgjedhur trajnerin, ai ka dhënë dorë të lirë trajnerit që të heqë gjithë lojtarët e vjetër që dukeshin sjepin asgjë, ka marrë gjithë ata lojtarë. Marius Kola është një prej tyre apo shumë të tjerë që kanë ardhur nga ekipi B. Janë lojtarë që kanë ardhur nga Partizani B aty. Po. Nga ekipi B. Është vërtet. Dhe edhe lëvizjet në janar. Që po bëjnë shumë. Po bëjnë shumë mirë. Në janar ka goditur shumë mirë Partizani, ka marrë lojtar vërtet interesant, ka marrë një sulmues të djathtë shumë të mirë, ka marrë Kamer Çakën nga Shkëndijë e Tetovës në mesfush. Po, këto janë gjëra që i bën stafi, nuk i bën presidenti. As këshilltar të presidentit, as nis të presidentit. I sugjeron stafi, i sugjeron. Kjo është vërtet. Stafi, si tha Gazdeni, i thash drejtorit, kërko ç'a duash unë t'jap parat, kaq, nuk di gjë tjetër. Dhe këtë ka thënë shpesh Sinani Drizi, unë edhe parat nuk merrem me ndërtim ekipi. Problemi është ç'a ka rreth ti. A ka gjetur një strukturë për ta ndërtuar ekipin. Kështu që uroj, do doja që të ishte problemi trajneri, do doja me gjithë shpirt se po t'ikte trajneri do bënim namin, po kam frikë se është e vështirë situatën aktuale që jemi ne. Nëse kapim play-outin me shumë vështirësi, është fat i madh, mendoj. Të shpresojmë. Të shpresojmë të fitojmë me Partizanin mbi të gjitha. Po, pse jo, kur ja doli Vora, duhet edhe çik optimizëm, ëh. E pamundur s'është, e vështirë është pa diskutim, por e pamundur s'është. Dhe ne në Vlorë nuk na mungon ajo ndjenja për të fituar edhe. Blerim, do të shkëputejmë vetëm për të fare pak. Elton, me një të fundit. Nëse nuk gabojmë, këtë javë kthehen tifozët në stadium? I bie që po, sepse dënimi me çka ka marrë vesh është 8 javë, por me ndeshje brenda dhe jashtë. Dhe i bie që në ndeshjen e Partizanit të rikthehen tifozët në stadium, megjithatë kjo duhet saktësuar. Po. Me çfarë di unë 8 javët përfunduan. 8 javët që pas ndeshjes me Durrësin që u dënuan, 8 javët përfunduan. Nga ajo çfarë ka marrë vesh, dënimi ka qenë që ndeshjet janë brenda dhe jashtë tifozët. Dhe në fakt tifozët flamurtarit nuk kanë udhëtuar në asnjë nga këto transfertat e fundit, në 4 transfertat e fundit dhe 4 ndeshjet në shtëpi. Pra i bie që me Partizanin tifozët të rikthehen në stadium, megjithatë mbetet për tu saktësuar dhe për tu parë. Shpresojmë. Të shpresojmë. Shkëputemi vetëm për pak, shumë pak rikthehemi sepse me Blerin dhe Fationin do flasë një çik për kombëtaren. Blerimi ka qenë duke komentuar dhe shortin e Ligës së Kombeve. Rikthehemi vetëm pas pak.
Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do t'jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust. Jemi rikthyer sërish bashkë të nderuar teleshikues në pjesën e dytë të emisionit Sport në fushën e Blu Televizion. Siç e thash, do të flasim pak për kombëtaren. Shkop, Blerim, unë kam patur fatin që të ndjek atë ditë kur ishte shorti i Ligës së Kombeve, ke qenë në momentin duke e prezantuar dhe duke e komentuar. Fation, edhe Blerim, normalisht vëmendja e gjithëve për kombëtaren shqiptare është në muajin mars. Ato dy ndeshjet duke shpesuar që të jenë dy ndeshje, e para njënë me Poloninë dhe më pas nëse kalojnë Poloninë çfarë do na pres midis Suedisë dhe Ukrainës. Megjithatë, po shkoj përtej marsit, po shkoj te Liga e Kombeve, ai short Finland, Bielorusi, San Marino. Si e lexon? Po, shiko, kjo në atë parë duhet kujtojmë që është Liga C, nuk është më B, si ishin në ligën e kaluar. Dhe natyrisht C-ja është më afër nivelit ton ose më poshtë nivelit ton, ndoshta. Objektivi i Shqipërisë është që të jetë në gjithmonë në Ligën B. Habitati ynë, nëse pretendojmë që kemi arritur një stad caktuar, është të rrim të B-ja, të vërtitemi aty. Dhe tani detyrimi ynë është ta fitojmë të ligë. Ta fitojmë për dy arsye. Para të kthehemi në Ligën B, që shoqërohet me projektime financiare, me qira fjala. Patjetër që po. Por fitimi i ligës, fitimi i grupit ton, Ligën B, ka dhe një avantazh tjetër ndoshta, sepse në qoftë se të gjitha fituesit e 4 grupeve të Ligës A dhe Ligës B shkojnë në Europianin e ardhshëm nëpërmjet kualifikues Europianit, atëherë një mundësi shtesë për play-off për ne është edhe nga Liga e Kombeve. Ne natyrisht do të shpresojmë një rrugë më e shkurtër. Një rrugë më e shkurtër. Ne do të mundohemi, do të luftojmë për të shkuar në Europian direkt nëpërmjet kualifikuesve. Por jo gjithmonë të bie shorti i favorshëm, siç na ra për shembull, bëm edhe edicion spektakolar kur kishim grup Polonin, Çekin e tjera. Mund të bjerë edhe në një ekip shumë i fortë dhe një ekip i dorës dytë, po aq shumë i fortë edhe mund mos e dalë. Kështu që duhet shfrytzuar çdo mundësi, sepse pastaj në fund mund të ndodhë që fituesi i grupit tonë shkojnë play-off dhe themi si ka mundësi, nuk e shfrytzuam këtë gjë. Po vërtet. Them që është i grup goxha i mirë për ne. I favorshëm. Paka shumë këto ishin rivalët. Po, këto ishin rivalët. Finlanda do jetë rivali ynë kryesor, besoj për Kreun. Nuk besoj se jemi inferior. Ne problemet i kemi me veten, si kemi me kundërshtarët e këtij grupi. Ne nëse jemi në Terezi, nëse bëhemi ekip, nëse lëm mbrapa këto budaoqet e vogla, jo s'na bën punë Muçi, jo s'na bën punë Mehmeti në Angli, jo po grupi që fitoi Europianin është shumë i mirë dhe i dua shumë, edhe këta duhen shpërblyer. Qofse i lëm mbrapa këto gjëra dhe jemi më të hapur, trajneri i pari, atëherë them që mund të bëjmë një ekip të mirë. Edhe pse kemi mangësi goxha, kemi realisht, kemi goxha mangësi. Ky ekipi aktual që kemi ne ka defekte, ka shumë mangësi, ka lojtarë që nuk po luajnë më fare. Ka shumë lojtarë po nis nga broja, të cilin ne kemi vite që e presim që do na marrë kombëtare në krah. Po, gjithsesi nuk duhet të fokusohemi të vetëm te broja se ka, në përbërje ka dhe është dhimbje koke, them unë për Silvinion, duke parë gjithë përbërjen e skuadrave, por është dhe një grup i favorshëm. Shko, Fation, është ajo që thotë edhe Blerimi, kemi disa lojtarë të cilët nuk po luajnë, po përmendim brojen të cilin kemi vite që po e presim. Hysaj nuk po luan tek Lazio. Pastaj janë dy emra që Blerimi mi përmendi shumë mirë dhe janë lojtarë që po bëjnë jashtëzakonisht shumë mirë. Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti.
që janë dy lojtarë të cilët në kohët e fundit Muçi ka qenë nuk po shikojmë kohët e fundit kombëtare. Mehmetin Po ashtu. se kemi parë dërim, apo jo? Ka krijuar një grup lojtarësh të preferuarit e tij, trajneri, dhe ne kemi pyetur dhe në fush pas ndeshjeve, dhe na shpërgjigjë për shembull që unë kam shumë lojtar majtas dhe s'kam ku ta fus Muçin apo Mehmetin. Po kur e pyet kë ke majtas, përmendet edhe Bajramit, që Bajrami ka në 6 muaj, 8 muajt e fundit ka luajtur apo s'ka luajtur 5 herë te Rangers. Ka luajtur pikatore, po e vërtet. Pikërisht. Tani nga gjithë ata sulmues kemi Uzuni që ka probleme se kemi një distancë goxha të largët dhe kampionati i nis në mars. Ne praktikisht ka 3 muaj pa futboll Uzuni. Po kemi Manajn që dështoi në Emiratet Arabe. U kthyen në Turqi prap. U kthyen në Turqi 2, nuk është asnjë. Po, Turqi 2, te Sivasspor. Ndeku me Superligës turke dhe Ligës 2 turke është goxha i madhe. Jemi realist. Dhe ne në Ligën e 2 turke kemi shumë lojtarë që as i nisin fare. Nuk i grumbullojnë kombëtare, Seferi e tjerë, përveç Ajetit, nuk i marrin tjerë. Dhe them që ka arrit një pikë që është luks dhe më duket dhe idiotësi të këmbëngulësh me këtë pjesën që Muçi nuk mbron, Muçi nuk di të luajë në krah, Muçi luan me një skem që ne se përdorim. Tani lojtari mirë e gjën veten edhe portier po ta futesh. Po patjetër lojtari që vlen. Kurse po vazhdua me idenë që 2024 na çuan Europian, këta hajde të vazhdojmë të luajmë me Bajramin dhe Hasanin. Nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe Hasani e ka humbur atë. Edhe ai shumë larg prap. Po në Iran nuk shkon. Formën. Nuk mund pretendoj një kombëtare si Shqipëria që të bazohet me lojtarë në Iran dhe në Emiratet Arabe dhe në Turqi 2. Edhe në Japoni. Pikërisht, sepse në momentin që ke një ndër 50 lojtarë më në formë të kampionatit turk, ke Muçin. Ke një lojtar që në Championshipin anglez e kërkonin gjysmën e Championshipit e kërkonin edhe në Premier League. Nëse krahasojmë pastaj Championshipin e Anglisë me kategorinë e 2 turke, pastaj është pastaj nonsensi i trajnerit ton është që si trajner kombëtar thotë, po çdo trajner kombëtar e ka si parull, unë grumbulloj lojtarët më në formë, edhe ata që luajnë. E kanë kështu standarde çdo trajner kombëtar. Unë do marr këtë grumbullim ton, do marr lojtarët më në formë që luajnë. Këtë thotë dhe ky trajner ynë, po pastaj kur vjen puna te grumbullimet, Bajrami është i paprekshëm. Broja është i paprekshëm, që tani ti jemi realist. Praktikisht ai s'po luan më, ka dal praktikisht në tribunë. Ka shumë pikë pyetje, ndaj thashë nuk më intereson shumë Finlanda, Bielorusia dhe San Marino, se sa më intereson çfarë do bëjmë ne. A kemi një plan, një strategji afatgjatë? Okej. Trajneri me drejt tha unë kam mendën te play-offi tani. Po play-offi është për pak javësh, po pastaj. Ndoshta pas play-offit nuk përjashtohet që Silvinjo të na thotë faleminderit, miru pafshim. Nuk është çudi. Nuk është çudi. Pikërisht. Blerim, për të lënë të lirë edhe një pyetje të fundit. Me që më përmend edhe play-offin edhe kombëtaren. Si e shikon marsin? Shumë vështirë. Jam pesimist. Edhe nga natyra jam pesimist. Por për shumë arsye, duke parë faktori fush, duke parë forcën e kundërshtarit, duke parë problemet që kemi ne aktualisht me, le të themi, një grup shumë të vogël lojtarësh që kemi në formë. Okej, Strakosha, Gjimshiti, e ndonjë tjetër janë në formë shëlqyer, po nga krau tjetër kemi Kristian Aslanin që është mish as peshk, e ka humbur fare, edhe Turqisa shkoi mori karton të kuq, nuk është i qetë. Kemi lojtarë me probleme fizike, Ardian Ismaili, tjerë. Mita i ka probleme në Rebise, 2 javë grumbullohet, 3 javë lihet tribun për arsye që s'kan lidhje me të, s'kan lidhje sportive, janë listat për të huajt. Po e vërtet, e kemi parë atë. Pikërisht, kemi shumë pikë pyetje dhe shumë gjëra minus në krahasim me pluset. Kemi ko deri në mars. Mos më largo më qëndro pak aty, sepse në fund, po jo për nga rëndësia, Fation,
Unë se kam lënë asnjëherë dhe nuk e lë as sot, pavarësisht se jemi në kategorinë e dytë, por dy fjalë për Orikun, padyshim që mund t'i themi, ka fituar këtë javë në Berat, në një fushë të vështirë do të thosha, në një stadium që është me tapet sintetik, një fushë e vështirë, vijon të kryesoj grupin e vet, dhe nëse vijon me këtë i bie që ngjitet vitin tjetër në kategorinë e parë, i cili është objektivi kryesor i ekipit. Mua më vjen mirë që është edhe Orikumi pretendent për të kaluar në kategorinë e parë, sepse është një trampolin shumë e mirë edhe për vlonjatët, aq më tepër edhe për stafin drejtues. Është një trampolin shumë e mirë, kështu që jam i sigurt me ecurinë e mirë që ka dhe me stafin e mirë dhe me ata trajnera që unë i njoh shumë mirë, me kolegët i njoh shumë mirë që punojnë fort, jam i sigurt që Orikumi do ngjitet në kategorinë e parë. Blerim, nuk e di sa e ke ndjekur Orikumin, tashmë në janar ka bërë edhe Mercato, të lushin nga Flamurtari ka shkuar atje, Arbri ka qenë sulmuzi Tomorit ka shkuar atje, ka një lojtar si Disha që ka luajtur në Superligë kategorinë e parë është atje, dhe ka ruajtur dhe grupin e mirë që ka patur edhe sezonin e kaluar. Ekipi është goxha i mirë, do të thonë. Po bëjmë fjalë për kategorinë e dytë. Ekipi është luks, marrësh të lushin nga Superioria, për te i moshës apo sa minutazh kishte, prapë është luks. Ajo që më shqetëson tek Oriku është ndoshta ato gabimet e vogla që e kanë penguar edhe vitin e kaluar. Barazimi i fundit në shtëpi, për shembull, ishte gabim shumë i rëndë sepse me Eagle, sepse duhet të kemi parasysh diçka. Kur vjen marsi, vështirë se luhet më futboll, hiç takime direkte. Sidomos në kategorinë e dytë. Sidomos kategorinë e dytë. Dhe në qoftë se Oriku nuk krijon një diferencë të mirë nga vendi i dytë ose nuk qëndron i pari, pastaj duhet shumë e vështirë sepse për të futur direkt. Për të futur direkt, sepse vendi i dytë ka shumë ndeshje pastaj. Shko, play-outi është i tmerrshëm. Play-outi është bërë, domethënë si thua, mos tu lër frymarrje këtyre ekipeve që në poshtë. Ne kanë shumë vështirë. Edhe ideja është për ta fituar kampionatin. Vetëm kjo është tani ta lësh në dorë takimet direkte me Butrintin apo edhe me Bylis. Me Butrintin është ndeshja e fundit fare. Dhe luhet me Orikun. Ndeshja e fundit varet se do shkojnë atje. Sepse Butrinti ka një ndeshje mangut në këtë moment dhe nuk i dihet, mund të jetë i pari në renditje nëse gabohem. Kështu që nuk e di, unë shpresoj shumë dhe uroj shumë sepse ai qytet duhet ketë edhe një ekip tjetër që në fundit ne themi prodhon shumë vlora ose mësa ka prodhuar. Ja ku e kanë, ta tregojnë veten. Ekip me që Flamurtari u hap dyert të gjithëve, le ta shikojnë veten aty. Dhe në qoftë se nuk arrin vlonjatët të ngjisin Orikumin kategori të parë, atëherë mos të ankohet njëri që pse s'ka të Flamurtari vlonjat me shumicë. E vërtet, e bukur kjo. Blerim, shumë faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit dhe juve. Tation, faleminderit. Faleminderit. Edhe juve të nderuar teleshikues, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me ne në Sport në fushën e Blu Televizion në këtë të hënë. Ritransmetim që gjithmonë të martë në orën 15, bashkë do të jemi sërish të hënë ardhshme. Mirupafshim.